Për gjithë gjusit tanë, kënga kur të dalë, nëse ma përshkruan me një fjalë, ma shet me një fjalë, cila është ajo? Mund të jetë i tok fjalësh, ë? Po edhe mund të jetë një tok fjalësh. Është britëm shpirti. Kaq. Britëm shpirti. Po. Është çfarë rrymë? Kjo është balad. E para që do dalit tani javën tjetër me 30 maj, po e them. Se sa këngë gjithsej që do nxjerrësh? Po janë disa, 2 do dalin shumë shpejt, po as 8 të tjera. Do bëj një album domethënë. Po një mini album, po. Një mini album. Si ky stili që nxjerr gjithmonë nga një këngë, edhe i bashkon pastaj. Do pastaj. t'i bëjmë bashkë, po. Domethënë nuk do vanoj shumë dhe ne do shohim koncertin e Ty të lumt goja. Një nga ëndrat e mia më të mëdha. Ja. Ti je nga ato që mund të këndosh në pube në për kështu apo? E kam provuar. E ke provuar? Po, që 18 vjeç. Po, mbasi kam dalë nga një talent show, kam kënduar pothuajse në gjitha klubet këtu. Është okay, po mendoj që ne po shohim tani koncerte të dimensioneve shumë më të mëdha, po shohim ato koncertet recitale që janë më intime, më private dhe prap janë shumë të bukura. Kështu që mendoj që nëse do të rikthehem siç duhet, do ta kem fatin e mirë me punën time të bëj këto koncerte, nuk do rikthehem aq shumë te klubet sa do të qëndroj kësaj natyre të gjës. Mendoj që është shumë serioze, është shumë e bukur dhe ka shumë shpirt brenda. Janë disa gjëra që nuk desin kurrë. E para titullohet Ku je? Kjo që do dalë tani. Kjo që do dalë tani me 30 maj. Po, ajo është Ku je. Ku je për dashurinë domethënë që ka? Po, është për dashurinë. Koptohet, po ku je, ku ti themi komshiu të dili çikse. Po më ka ku je vetes tënde. Ku je Xhura? Ka humbur vetja. Ai thua ku je Enxhi. Po, është këndvështrim i bukur. Po. Domethënë unë i them ku je një personi përballë se shumë personave se praktikisht dua që të prek zemrën dhe shpirtin e shumë njerëzve. Kjo është dedikim për dikë që apo është edhe dedikim? Mund të jetë. Kam shkruajt vetë. Na dha titullin. Kam shkruajt vetë, kuptoj. Punën për staf. Artistë shkruan vetë. Vetëm pak publicitet